ajo është një lloj paraziti që frymon vetëm në sqetullën e vetëvendosjes. Në fakt duhet falenderoj gjykata kushtetuese për një trajtim jashtëzakonisht efikas dhe efektiv të kësaj lënde, që nuk ka lënë hapësirë kohore për mungesë për që të mos punoj pra kuvendi, ato që tha zoti Miftari. Pra gjykata është treguar jashtëzakonisht efikase dhe e ka kryer detyrën e vet shumë shpejt në kohë, nuk din ndonjë lëndë që është vendosur më shpejt se kjo, mund të mos jemi saktë në këtë, po gjithsesi meriton një përgëzim për faktin që nuk ka lejuar ndonjë zgjatje pikërisht edhe për këto aspekte që përmendi. Për sa i takon afateve, do të që diskutuan kolegët e mi më parë, do të nëse pikë referencë merret 11 shkurti, kur është konstituu, gjykata kurrë s'ka voti tërsa më shumë se ja ka zbrit çato ditë të aktivitetit. 11 shkurt deri me 9 mars. Pra çato i ka konsideruar që kanë qenë përpjekje dhe janë konsumu si të tilla. Ndërka që këtë periudhë nga 9 marsi deri sot, kur e ka shpall vendimin, nuk e ka llogaritë si kohë. 11 shkurt deri më 9 mars janë ndikon 26 ditë. 60 ditë minus 26 janë 34 ditë. Pra çto e ka shërim të opinionit po, ndërka pra jemi në kohë. Kjo është një dekret, si të themi, i vendosur ndoshta më shumë në një emocion idhnak që ka shpërfaq presidenti me rastin e marrjes së këtij dekreti, duke pas parasysh pozicionin e saj jo të favorshëm politik që ka pas për shkak të konjunkturës politike aktuale. Pra kur ajo ka marrë vesh se nuk do të jetë kandidate, ka pa procedimin tutje kështu më radhë, pra është një lloj veprimi në afekt dhe si tillë pra ka marrë përgjigjen meritore në një demokraci parlamentare. Për shkak se nuk mundet në mënyrë arbitrare të kanjoze idhnake një president Dhe tani thoni është e qartë kristal se si shpërndahet kuvendi. Dhe shta përfundoj. Nuk mundet pra në një demokraci parlamentare me një veprim idhnak të kanjoz të pamendum që presidenti të vendos për ndërprerjen e mandatit të zgjedhur të popullit. Pra, pikërisht për këtë fakt është, si themi, është vendosur një rend i caktuar i gjërave dhe kjo është mirë. Tash futemi në lojën politike me aktorë të njohur, që nuk do të thotë që do të kemi president mas 34 ditësh, mund të shkojmë në zgjedhje apo edhe të kemi president e kështu më radhë, pra është çështje tjetër, po megjithatë një gjallë sqarut që janë rujt themelet e Republikës të vendosura sistemit parlamentar. E kemi lexuar shkarazi për shkak të kohës gjykimin. Çfarë shkelje tjetër pritet prej si çka mund klasifikohet tjetër apo të kualifikohet tjetër një veprim, një dokument i nxjerr zyrtar, një dekret prezidencial me cilën ajo shkurton mandatin e 120 përfaqësuesve të zgjedhur në një republikë parlamentare. Çfarë mund të quhet kjo? Nëse ma quni ju një akt thjesht administrativ, atje një udhëzim i një zyrtari të thjesht, atje në administrat, hajde të po pajtohemi, po çfarë kualifikimi mund të japim përveç se shkelje e kushtetutës? E vitin e kaluar, ka shpërndar presidenti kuvendin vitin e kaluar? Kur? Tetor, që shkur? Kur e ka shpërndar? Kur ka përfunduar mandati? Në Republikë Parlamentare. Në Republikë Parlamentare. Dështoj zgjedhja e qeverisë. Po, ama e ka taksativa aty, në kushtetutë ka taksativa dhe këtu e ka? Ja, se ka. Ma gjej, pra ku thëtë që nëse nuk e zgjedhë... Sikur të kishin qenë 60 ditë dispozicion, ky dekret nuk e shkon një kushtetutë. Ajtë që po hallakatin kushtetutë... Jo, s'kam nevojë me ta gjetën e si duhet quhet pra... Morëm qeverin kurti, për shembull ne qatë procesit, qatë legislaturës 8 edhe 9, e përmeni Arthani shumë mirë, ka punu shumë pokër, ka punu mrapshtë dhe ka punu fatkeqësisht me qëllim të keq. Tash për shembull kur ti e harton një ligj për byron, për konfiskimin e pasurisë pa legjshme. Nëse ke pas ti në agjend legislative dhe ke pas, si më thon, çështje kryesore në një fushat që ki fitu zgjedhjet, që kemi konfiskuar pasurinë e të gjitha atyre të cilët kanë përfituar në mënyrë të palegjshme. Në momentin që fillon me hartu një ligj,
edhe ti atë legje harton 80-90% kundërshtim me parimet kushtetuese, me parimet që i kufizojnë drejtat e njeriut. Edhe kur Instituti i Kosovës për Drejtësia bën analizë, ta dërgon edhe thotë, m'fal, ti e ki bërë këtë legje dhe ki komplet gabim, komplet e ki në kundërshtim me kushtetutë. Dhe ti thu m'fal, po reflekto, e ki qëto gabim, këto gabim, edhe mos e bë keq se këtë tani shkon Komisioni Venecia, shkon gjykatë kushtetuese, ta kthejnë hub 2-3 vjet. Edhe ti thu, jo, po du me dërgu kështu. Edhe tashti, shkon ambasadori Amerikan, i thot Klau Konjusës, si kryetari kuvendit, e keni hartu këtë leq keq, edhe thot dërgur Komisioni Venecias. Tash nëse e shet, tash vetë po të më kthy, kur e she një pomir, kush të me nxjerr, dhe thot Klau Konjusa, kryetari kuvendit, miratohet me kaq vota ligji për konfiskimin e pasurisë e fituar në kurrë të leshme. Edhe pas e miraton, thot, si do qoftë, unë përshfrytëzoj të drejtën që më jap ligji, edhe këtë leq ka me dërgu në Komisionin Venecias. E ki kryeministrin Kurti dhe ministrin e drejtësisë Alpinin Haxhiu dhe thot pa pritmas e kthejnë kryet ka kryetari, çka botash. Janë pa pritmas. Dhe çka ndodhi? Kur shkon Komisioni Venecias thot ky ligj është krejtësisht kundërshtim. Presidentja si duket ka qenë e pasigurt, ka dërguar pyetje, mirë po praktika tregon që në pyetje gjykata ka vendosur të mos përgjigjet më. Kështu që duhet mirë një vendim, pastaj ai vendim do të ketë një motiv. E hati po thotë që motivi ekziston. Po tashoni qëllimi është goditët PDK-ja. A e besoni edhe ju këtë teori? Po jo, unë kam prit që ajo do ta marrë vendimin e duhur, që ti ndaj vendet e KQZ-s ato siç kanë qenë dhe në mandatin e kaluar. Dhe në base një farforme të godet dhe vendosin, nëse flasim këtë rast prej 6 marsit e këtej, kemi edhe një farë lufte mes vendosjes edhe Vjosa Osmanit. Kështu që lufta e Vjosa Osmanit në këtë rast nuk është vetëm me PDK-n, po është edhe me vendosjen. Kështu që unë kam qenë pak e habitur në momentin kur tha që ka dërguar sqarim, nëse s'ka qenë e sigurt, në 2021 i njëjta ndarje ka ndodhur, pa marrë parasysh si kanë qenë numra. Tash në anën tjetër vendosja pretendon që për shkak numrave të mëdhaj në kuvend, dëshiron të ketë shumicë dhe në KQZ, mirë po rregulloria ose kushtetuta nuk e parashën një gjë të tillë. Janë 6 vende që duhen ndahen mes grupe parlamentare dhe është shumë e qartë që këtë rast vendosja i ka 2, PDK2, LDK1, AK1. Lista Guxo është një subjekt tashmë i paqenjë. Nuk ekziston si i tillë në realitetin e terren. Ajo është vetëm një subjekt, ta themi fantom, i cili është i regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është në qeverisje në një komunë dhe i ka një-dy resor në pra do t'i duhet të krijojë struktura të reja. 7 deputet me gjas, nëse jemi sakt. Si e tillë pra nuk ekziston. Ajo është një lloj paraziti që frymon vetëm në sqetullën e vetvendosjes, përndryshe si e tillë, po t'i kishin ato vota reale dhe jo fantome, atëherë do të garanin ata vetë. Ta zëm njëna prej deputeteve, aty thotë se i ka marrë 100 e kusur mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Nëse do t'i merrte ato dhe të kishte subjekt veten me 100.000 vota, dikon janë ndoshta 15% që të mos mbani për fjalë për përqinje, 2-13% është e elektoratit. Me 2-13% elektoratit po t'i kishte, do të shkonte dikon të 15 deputet, pse të mbesit me 7 deputet. Pagëzirën ishte ky cilësimi për listën Guxo? Po pra, është parazit, nuk është diçka e keqe, po është një diçka që jeton vetëm në trup të anvisit, në ati që e mban dhe ushqehet për mes tij. Edhe lista Guxo nuk ka ndoj potencial, nuk ka ndoj kapacitet që mund të projektojë ndonjë forcë elektorale që tjetë impresive.